vrasjes së Tinzare, sepse Tahir Zemaj nuk është vrarë në vitin 1999, por 3 vite pas luftës, dhe në kohën dhe në intervistat e tij publike dhe librat e tij të publikuara nuk ka pas fare ose pak kundërshtime, po quaj edhe publike përmes gazetave dhe gjanave të kohës, po gjithçka që është thënë, o thënë në pjesën se dikush ose fare nuk ka qenë afër tinaj, ose fare nuk ka qenë në Kosovë, dhe krejt është mundu opinionin ta bëj ose ta bartë një krah politik. Une nuk do të isha këtu me folë për këtë temë, po Tahir Zemaj të ndroi të ka, ose të ndron të krahun e luftës, nga përgjithësitë si kishte si varc i Ahmet Krasniqit, edhe si besnik i vijës institucionale të presidentit Ibrahim Rugova. Po të ndronte Tahir Zemaj, do të thonë, po të merrte anë tjetër dhe pas vrasjes së kolonel Ahmet Krasniqit, jo që do të konsiderohej ashtu siç konsiderohet sot hero për betejën e Logjes, Lukës, Blugët Baranit e shumë beteja të tjera të lavdishme, po do të ishte edhe superhero. E dyta është edhe familja Zemaj, sepse ne nuk kemi ndruvi politike asnjëherë. O ka qenë fat, privilegj, mundësi që ma ka dhënë qytetare që t'jem kohë gjatë dhe deputet i Kuvendit të Kosovës, edhe kjo është një farë pengese, sepse edhe ne si familjet kishim ndru ka edhe krahen politik, sigurisht këto tema as fare që nuk dëthuan, sigur që ka ndodhë në rastet të veçanta. Pra përdhoni, me pa... Për kundër kësaj... Jo, vetëm ta shërojmë qitë pjesë, pra me pa ndru krah, tha Tahir Zemaj, pas vrasjes së Ahmet Krasniqit, edhe para vrasjes. Që nuk kupton krah, cilin krah? Pra me kalu ka LPK-ja? Ka LPK-ja s'ka mujt me kalu, se Tahir Zemaj nuk ka qenë kështu personalitet, ose person i veshën politikisht në kuptimin. Por e kemi për shembull marrëveshjen e cila është arrit në verën e vitit 1998, kur brigadat e komanduara nga koloneli Tahir Zemaj dhe brigada ose shtabi i Glogjanit që quhej në atë kohë dhe ashtu edhe njihet edhe sot, i komanduar nga Ramush Haradinaj, e kanë gjetur atë kompromisin dhe është formuar zona e tretë operative. Pra është bërë një marrëveshje mes Ramush Haradinajt që Tahir Zemaj më qenë udhëheqës, pra komandanti i zonës së Dugagjinit, që i bie nga Gushti, Korriku Gushti. Edhe këto kisha dashur edhe këto, sepse edhe kjo po jep konotacion në nivel personal. Nuk ka qenë marrëveshje mes Tahirit dhe Ramushit. Jo, ka qenë. Jo, nuk ka qenë marrëveshje mes dy personave. Ka qenë mes shtabit dhe brigadave që kanë hyrë në qershor të vitit 1998, që kanë qenë brigada e parë, domethënë e plot. Nuk që ka pas një miratim të shtabit përgjithshëm për shkakun ty që kës. Dhe mbrojtjes për shkakun pastaj. Vetëm 30 sekondë. Do ta shpjegoj edhe këtë. Këtë pranim të që ka bo Rejones Ramush Haradinajt, që ka bo pranimin e Tahir Zemaj si komandant. Kjo është e saktë, po jo pse dy persona, po tjetër kanë dashur që t'jenë komandant ai ose komandant kë. Tash nuk po du me gjiku se njëri është gjallë, edhe në fundit është edhe porosia që ai duhet flas më qartë për këto tema. Jo, qartë azi nuk ka fol asnjëherë. Ka qenë sepse ka qenë njësi që kanë qenë të organizuara në formën e vetë, në kohën më të hershme, ose fshatra të organizuara që quheshin mbrojtja territorialeve, që shkonin venin me armatim nga Shqipëria. Domethënë, dhe zona e luftës, me zgjerimin e zonës së luftës, pa nevoja që të ketë një komandë të unifikuar, edhe përkundër disa fërkimeve që kanë qenë, po ashtu edhe ato që mund të them të bartura nga Tirana në aspektin LPK edhe qeveri Bukoshi, dhe atëherë ka ardhur një dakordim që të ketë një komandë të përbashkët. Në komandën e përbashkët është vendosur 72 komandantë që kanë qenë të zonës, pothuajse komplet, pa përfshi zonën e Rekës së Keqe ose zona tjetër, sepse zona Dugagjinit do apostrofohet shumë më e madhe, ne po flasim për pjesën të cilën këta kanë operuar, dhe kështu duhet të thuhet edhe vërteta. Po egzageru po në atë aspektin voluminöz të përgjithësisë në fshatrat kënej rrugë, ose edhe një pjesë mbi rrugë që është sidomos fshatrat e Deçanit. Domethënë dakordimi ka qenë edhe prorët ushtarak që ka Tahir Zemaj të udhëheq dhe të formohet zona 3 operative Dugagjinit. Se si është prish marrëveshja ka ndodhur me një kohë shumë të afërt, është e vërtetë që antarët të
shtabit të përgjithshëm, nuk janë pajtu, mënyra se si po trajtohet ajo temë tash është do diskutime dhe nuk isha dashur me hi sepse e vërteta po thuhet ndoshta ajo që duhet ndëgjohet është vërteta e atyre që deklarojnë tash qartazi edhe sakt edhe në për institucionet e drejtësisë, fatkeqësisht që nuk do duhet mbërrinte atje për të thonë një vërtet ose për të thonë që temat cilat janë egzageru, librat që janë shkru nuk janë të vërteta, qoftë edhe emri ku përdoret i Ahmet Krasniqit, Tareq Zemajt, Ibrahim Rrugovës e të tjerëve, edhe mënyra e ecjes tutje e ka pas një defekt. Amo, ju po thoni që s'kan folë qartë, po asgjë s'po folni qartë, për shembull. Cila është interesimi yt qartë që për shembull, që e kanë prish marrëveshjen? Jo, ku janë të pavërtetat që i kanë thonë në raport me Zemajn të tjerë? E tash, cila është e pavërteta? E pavërteta është mënyrën e komandimit edhe turrau që fliten për shtatorin, fundin e ngushtit dhe shtatorit të vitit 1990. Pas ofenzivës serbe, në cilën binë pozicionet ofenziva për qartësim të opinionit, edhe është, ndoshta nuk ka nevojë që edhe ne t'ia qartësojmë se njerëzit janë gjallë, gjeneratat e reja nuk e dinë sepse ofenziva kishte filluar sidomos me intensitet shtume në fillim të gushtit dhe në fund, në pjesën e fundit të korrikut në zonën e Dugaxhinit, ku Juniku vetëm kishte rënë duart e forcave në forcave serbe, Reka Keqe pothuajse vetëm shumica ishin met aty këtu ndoshta ndonjë individ dhe ata të cilët nuk kishin mujt të largoheshin në Shqipëri, sepse tjerët po thonë kanë ikur, ata të cilët nuk kishin mujt të tërheqeshin në Shqipëri, kishin ardhur në zonën ku kanë operuar njësitë edhe të kolonelit, por edhe njësitë tjera të UÇK-s. Ndërsa intensiteti masovik ka filluar në fillim të gushtit. Domethënë kur është ra Glloxhani, edhe kur është ra pika tjera, të cilat ka qenë vija e parë mbrojtëse në zonën që ne i thojmë në Deçan, pjesa e asfaltit. Gradualisht e dim botërisht, pjesa më e madhe e ofenzivës ka ardhur atëherë si edhe hakmarrje ndaj humbjes në betejën e Logjes. Cilën e ka drejtu, edhe e ka fitu, që besa nuk është marrë me thonë, edhe e ka fitu, edhe është një prej fitore më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe ata herën që ne sot që kanë rënë në atë betejë, ose mënyra se si është udhëheqja e betejë, mënyra se si kanë psu mënyra si kanë psu pasojat forcat ushtarake policore serbe, ku janë vrarë komandantet më eminent me gradë më të madhe ushtarake që ka pas të vrarë në atë kohë të policisë edhe të ushtrisë serbisë në betejën e Logjes. Është një prej oficerëve që llogaritet që ka qenë si llogari e ardhmja e ushtrisë edhe policisë së Serbisë, kapetani që flitet edhe sot me hi nëpër internet, Srdjan Perović, ne i kemi edhe në fotografi. Ai vra si pjesë, si komandant i operacionit, domethënë që e kanë humb atë betejë, edhe Logja është sulmuar edhe me aeroplan.